Fillojmë. Mirë ditë të gjithëve, mirë se keni ardhur në Kaizeran, kam në bazë Shqipërisë, tu në Gjermani. Sot jemi në këtë komunikim me futbollistin e kombëtar Nedim Bajrami, i cili do të përgjigjet pyetjeve tuaja. Do ta nisim më herë Glen Tafaj. Glen Tafaj Radio Televizioni Klan. Nedim, po nisim një herë tek sfida e hënës, ndeshja shumë e fortë, ndoshta shumë i fortë, pavarësisht se trajneri i tyre ka thënë që luajnë me linjat e dyta, por ne dimë që linjat e dyta ta shtuquar tyra dyta Spanjës, mund të jenë pa ishtë fortë sa formacioni i parë. Me sa shpresa shkojmë te kjo ndeshje duke llogaritur forcën e kundërshtarit. Përshëndetje. E dim gjithë që Spanja është një skuadër jo shumë e fortë, por besoj që edhe favorit për të fituar Europianin, kështu që duhet me përgatitur shumë mirë atë ndeshjen, gjithë çuna duhet me qenë gati dhe s'ka rëndësi kush do lojë, kush futet, duhet me dhënë maksimumin dhe duhet me ditë çfarë janë kualitetat tonë dhe ato raste që i kemi ndeshje me dhënë gol, domethënë ose me bë maksimumin. Alban Xhani, Televizioni Klan. Nedim, mendon që në këto dy ndeshjet e para kemi patur sipas jush më të vështirë që të mbrojemi nga kundërshtari apo më të vështirë për të shnuar edhe më tepër gola sepse rastet na kanë munguar. Dhe nëse shtoj këtu pjesën tjetër, sa nga lojtarët e dytë të Spanjës që pritet të luajnë të hënën kundër nesh keni informacion dhe kush mund të jetë një nga dy emrat për shembull që mund të përmendesh? Besoj se me Italien e pat vetë që fillum ndeshjen shumë, edhe ne vetë se pritëm që fillojmë aq mirë, po pastaj Spanja shënoi 2 gol. Me Rejnmana në fund e patëm atë rastin, po futbolli është kështu. Dhe me Kroacien e bëm një ndeshje shumë bukur që luftuam gjithë deri në fund dhe pam që jemi akoma aty. Edhe tani me Spanjën e dim gjithë që është një skuadër shumë e fortë, besoj se kanë gjithë lojtarët kualitet, a luan skuadër e parë, a luan skuadër e dytë, a bojnë ndaj ndryshim, ato se di unë, por s'ka rëndësi kush do lozën nga Spanja, sepse, si thash aq para, gjithë lojtarët kanë kualitet, ne duhet me u fokusu te loja jonë, te kualitetat tonë edhe me dhënë maksimumin. E kisha më shumë tek njohja që keni për kundërshtarët, pra, domethënë analizën që keni bërë për një skuadër të dytë. Pra po themi do luaj portieri rezerv, do luaj mbrojtësi majt rezerv, le të themi, keni informacion të mjaftueshëm për skuadrën e dytë të Spanjës? Dhe këtu ishte qëllimi. Kush është emri ndoshta më i spikatur sipas jush? Se kemi analizuar akoma, po besoj se është ai Yamin Lamal, që është shumë i fortë, Morata dhe Fabian Ruiz, sepse Rodri nuk do loje, ka 2 kartona të verdhë. Përshëndetje, Ernest Koçin nga Report Televizion. Ne dim për shumë specialist, le themi Spanja është kundërshtari më i fortë në grup, por duke parë se ne na duhet fitoria me patjetër, sa e vështirëson kjo këtë përballje ditës së hënë? Si thash aq para, dim gjithë se Spanja është një ekip jo e fortë, po është për mua dhe favorit për me fituar Europianin, kështu që ne duhet më fut ndeshje me dhënë maksimumin, normal se na duhet një fitore, por si thash, ato raste që na vijnë ndeshje duhet me dhënë gol ose me bë maksimumin, sepse jemi të luajtur me një nivel internacional, edhe nuk kemi aq shumë raste si Spanja, është normal, dhe duhet me kënë ma konkret para golit. Gerta Saku nga RTS dhe RTS Sport. Unë do kthesha pak të ndeshja me Kroacin. Çfarë solli ndryshim në lojën tënde, ndryshimi i pozicionit dhe cilat ishin sugjerimet e stafit? Po, lojën e parë me Italien luajta mes fushor, domethënë me Ramadanin edhe me Aslanin. Me Kroacien luajta në krah, fola dhe me Silvinho, më pyeti a mundesh me luajtë dhe atë pozitë, unë thash po, sepse për mu nuk ka rëndësia luaj në krah apo a luaj mes fushor, sepse nëse më pyetën eri, unë hap maksimumin për skuadrën, për ekipen, kështu që ku ka nevojë unë jam gati. Okej, Gjegji Stefa, Supersport Digital. 2 pyetje. Pyetja parë, në formë shakaje, në Shqipëri themi që dhuratat i pranon dhe mbreti. Jeni përgatitur për një dhuratë nga Spanja aty në hënë?
Besoj se në futbol nuk ka durata, kështu që duhet me fokusu të ndeshje jonë edhe si thash aq para me bo lojën tonë, me kualitetat tonë që i kemi edhe me dhonë maksimumi për me luftu për çdo pikë, për çdo top. Pyetja e dytë ka të bëjë me ju personalisht edhe goditjet në port, komplimenta për goli me Italinë, por në eliminatore dhe në miqësore keni shnuar një numër shumë të madh golash nga distanca në ecje e sipër, goditje e sipër. S'keni pasur mundësi ta bëni gjë të tillë dhe as me Italinë as me Kroacinë përveç golit. Pra jashtë zone. Në gjatë fushatës eliminatore keni shnuar shumë gola duke goditur jashtë zone portën kundërshtare, madje edhe mos gaboj dhe me Azerbajxhanin keni shnuar gol të tillë. I keni pasur mundësi të limituara për të goditur portën këto dy ndeshje me Kroacinë? Besoj se po, pjesën e parë pata një mundësi, po deprovojmë edhe me Spanjën, kështu që edhe se shënova golin, e dim kualitetat tonë. Jo vetëm unë, po edhe Asani edhe Aslani që e kanë goditje shumë të mira, duhet me provuat rastin, sepse besoj se Spanja dhe në bua shumë presion, edhe kur i kemi ato rastet jashtë 16-qes, duhet me gjojt në port. Përshëndetjen e dim, Kristi se Atlari, Panorama Sport. Me qënë se thatë, keni luajtur një ndeshje në qendër dhe një në krah. Për cilin pozicion po bëheni gati të hënë? Unë jam gati për dy pozita, sepse nuk ka rëndësi ku më fut trajneri. Unë jam gati apo luaj mes fush apo në krah, kështu që më në fund e vendos trajneri, edhe unë do të jap maksimumi aty ku më fut ai. Sa i përket ndeshjes me Kroacinë, sidomos pjesën e dytë, kishin disa kundërshturme të cilat fatkeqësisht nuk u shfrytzuan siç duhet. A është reflektuar në këtë pjesë që për ndeshjen me Spanjën, në momentet që do na jepen, sepse Spanja dihet që është një ekip i fortë, mund të kemi pak raste. A është reflektuar në këtë pjesë që pse jo të godasim me ato pak raste që na jepen? Po, si tha ti, Spanja ka me bo shumë presion, kështu që në kundërshturm besoj se do kemi ndaj rast, edhe duhet me qenë ma konkret se edhe me Kroacinë edhe me Italien i patëm rastet, dhe besoj se me Spanjën duhet t'i bëjmë golat. Një pyetje shumë të shkurtër në lidhje me golin që ka hyrë tashmë në historinë e Europianit për 23 sekonda. Do e kishe ndryshuar me një gol minutë fundit? Ishte se di, besoj se ma mire kisha dhonë golin e fundit me Italien, fitojshim 1-0 se sa 1-0 në fillim, por unë e vetë isha shumë i lumtur që e shënova, unë vetë se dia se hina në një histori e Europianit, kështu që jam prap i lumtur. Përshëndetje, Arlind Sadiku, Art Motion në Kosovë. Në opinion dhe tek mediat ka kriju shumë buj kjo deklarata e trajnerit të Spanjës që do të kursejt disa prej lojtarëve, megjithatë ne dim që edhe ekipi i dytë apo i tretë i Spanjës është shumë i fortë, luajnë te Real Madridi, Barcelona, ekipet më të forta në botë. Si është pritur te ekipi brenda kjo deklaratë? Normalisht që duhet qasje serioze, ndoshta edhe më tepër, sepse mendoj që ata lojtarë do të kërkojnë minuta, do të kërkojnë ta bindin trajnerin për të luajtur, ndoshta do të japin edhe më shumë se 100% se ata që kanë qenë në ekipin e parë, kështu që nuk ka hapësira apo jo të miret të themi më tepër relax Spanja e dytë. Besoj se jemi duke luajtur një Europian me skuadra shumë të forta dhe për mua nuk ka ekip parë, dytë ose tretë, sepse gjithë lojtarët kanë kualitet, edhe dim që duhet me përgatit ndeshjen shumë mirë, sepse si thati, besoj se ato lojtarë që do luajnë tani duan ta mbindur trajnerin me dhënë naj gol ose naj asist, por ne duhet me bën ndeshjen tonë me kualitetat tonë, edhe mu fut ndeshje për, si thash aq para, për me luftu për çdo pikë, për çdo top. Përshëndetje, Andi Shabani nga Klan Kosova dhe Art Motion. Ne dim, tashmë kaluan 2 ndeshje, minimalisht është edhe një ndeshje ndaj Spanjës, por unë do të pyesja çka do të ndryshoj apo çka do duhet të ndryshoj në këtë ndeshje për dallim nga ato 2 ndeshjet e para dhe në çfarë aspekti jeni duke punuar këto ditë? Besoj se fazën defensive e kemi bërë në 2 ndeshje për mu të mira, por fazën ofenzive, si patëm ato rastet, duhet me qenë ma konkret, për me provu edhe
do me thonë, jo vetëm 1-0, po me kërku golin e dytë edhe golin e tretë, edhe nëse janë skuadra shumë të forta, si e dim edhe ne, por futballi jo kështu, do me thonë, jemi të lujt internacionale edhe nuk kemi shumë raste, po ato raste që i kemi, duhet me provu mi bo sa ma mirë. Kalëm të pyetjet nga gazetarët që na ndjekin online. Josiana, Ora News. Përshëndetje Fation, përshëndetje Nedim. Pikë së pari ju uroj urime për këtë ndeshje e dinjitoze që keni luajtur deri në këtë pikë lojës. Së dyti, duke u fokusuar në ndeshjen që kemi luajtur me Italinë, mendon se Shqipëria do mbyllet në port siç bëri me Italinë apo një ndeshje dinjitoze siç bëm me Kroacinë le themi kështu, dhe çfarë pret Nedimi nga tifozët shqiptar në ndeshjen me Spanjën? E dim gjithë se Spanja do na bëhe shumë presion, kështu që fazën defensive duhet me qenë si e kemi bërë dhe me Kroacinë edhe me Italien, edhe pastaj kundërsul me dim kualitetet që i kemi edhe shpresoj se gjithë tifozat kuqësisi do vinë në stadion, po jo vetëm stadion edhe jashtë stadionit që do jenë ati edhe do na suportojnë. Pyetje tjetër, Josiana? Jo. Jo, kaq. Okej, faleminderit. Gerta? Po, doja ta pyesja pak për golat. Ne kemi shënuar gola të rëndësishëm, gola të bukur, po jo gola spektakolar siç kemi shënuar gjatë kualifikueseve. Është presioni i skuadrave që kemi përballë apo është presioni i një kompeticioni të rëndësishëm siç është Europiani? Besoj se presion çuna tani nuk kanë mos, se është ndeshje e tretë edhe është, domethënë, skuadra që janë të forta, që e dim, ne nuk jemi Spanjë ose Francë ose që kemi shumë raste, domethënë, ato raste që i kemi duhet me bë gol, edhe besoj se si Shqipëri ti me ardhë këtu me i dhonë Kroacijës 2 gola edhe Italijës gol, për ne është një arritje madhe. Nedim, edhe një pyetje tjetër, në historikun e Shqipërisë, përsa e takon fitoreve, nuk përse kemi patur jashtëzakonisht, por që disa përballë ekipeve të rëndësishme e kemi arritur. Kush është për ty fitore që të ka mbetur në mendje, jo, nuk do të thotë vetëm e skuadrës që ti je, po edhe të shkuarës së Shqipërisë, një fitore e rëndësishme përballë një bigu. Ke ndonjë të preferuar? Kur kam luajtur unë vetë? Edhe kur s'ke luajtur ti, edhe më përpara, grupet e tjera, lojtarët e tjerë. Besoj se gjithë e dim atë ndeshje me Serbien, po nuk du mu fut ma shumë ati, por për mu ndeshje ma e bukur se ka qenë vetë ishte me Çekien, në Çeki, sepse jo se shënova unë, por gjithë ato emocionet si ishin ati edhe gjithë tifozat parazimi, po. Ose dime 4 shumë i vogël që si ma i mend ata. Portugali, Shqipëri? Edhe po, gol bala si edhe ajo është ndeshje bukur shumë, po. Beson që topi shëron bullakët, pavarësisht niveleve që mund të kenë skuadra? Po normal se e pa batë ndeshje, kështu që Shqipëria mundet me fitu dhe me skuadrat të mëdheja. Okej, kështë edhe pyetja e fundit. Një faleminderit gjithë për prezencën, faleminderit Nedim. Faleminderit. Bashkë mirëpafshim.